Dhe është ajo që tha zotëria, aty që duhet mbledhi dhe të grumbulloj vetëm lojtarët që do kenë minuta në këmbë. Në qoftë se duhet kemi rezultatin dhe qoftë se do kemi kombëtare që ne të flasim pastaj edhe vetëm të krenohemi atë, se në fund ditës jemi shqiptarë. Patjetër, gjithë do votën e sportit, lëm politikën, lëm gjithë në fund ditës, ajo fanellja ku që ziun duhet të fitoj. Lash ka çdo lloj emocioni tjetër. Me ju kur thoni që deti dëm kohë, e vërtetë është, ai meriton kohë, por në aspektin e marrjes së ekipit kombëtar, mënyrën se si kërkoj që në konferencat për shtyp, si do të sillet me ekipin kombëtar për të ndryshuar modut nga ai Silvinjos, këtu mendoj që gabon. Nëse aty ja kanë dhënë atë dijes përpara dhe detyrimisht do t'i servis, do t'i shikoj, do të ftoj, do ashtu, në këtë aspekt ai duhet me një modalitet të tjetër, sepse ne krijuam shumë hapësira, shkoi Izraeli 5-6 herë për gol, vajti Luksemburgu 3-4 herë për gol, dhe ti nuk shënove një gol. Në 2 ndeshje, me 2 kombëtare shumë të dobta, në aspektin, sepse ti je një ekip europian i konstituar, vjen nga një europian i zhvilluar në mënyrë të shkëlqyer, do thoja, por që në këtë takim, në këto 2 takime, nuk bërë asgjë. Dhe kjo fillon ku shkon ajo dhëmbi, ku është më dobë. Mund të vazhdoj. Cili lojtar sipas jush duhet kishte marrë më tepër minuta në këto 2 ndeshje miqësore? Cili lojtar, po mund të kishte marrë më tepër minuta ose mund të ishte një hyrje e re në ekipin e kombëtarës? Gjimshitin nuk duhet ta kishte grumbulluar fare. Pse? Ai hyke legionarët, është titullar, është i shtrydhur në Serie A. Ai përveç se do në fati madhi ati që nuk u dëmtu, nuk mori dëmtim të 2 ndeshje. Edhe po ta shifni lojën e Gjimshitit, shumë i lodhur, pa dëshirë, edhe nuk i vefa, e mirë kuptoj, a kuptoj. Ai s'duhet ishte grumbullu fare. Ti grumbullu ato lojtarë që Ismaili dhe Muçi, sipas me bëjnë gjithmonë thojza naze. Në kuptimin që këta kanë qenë 2 lojtarë që janë kërkuar nga opinioni publik, nga gazetarët, nga